Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet në studion e emisionit tonë. Pak kohë më parë në këtë studio, një zonjë e cila ndoshta bashkëmoshataret e saj nuk e kanë nisur ende jetën, një 26 vjeçare nga veriu i Shqipërisë, në studion e emisionit Me Zemër të Hapur tregoi dhunën barbare që është ushtruar ndaj saj në shtetin italian. E teksa u kthye në Shqipëri, ajo pati guximin pasi dëgjoi një telefonat të bashortit të saj për mënyrën se si do ekzekutoje ajo vetë, telefonoi fillimisht prindrit dhe më pas policin dhe ndoqi të gjitha hapat ligjore. Kjo gjë nuk i pëlqeu bashortit të saj, sepse gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest shtëpie dhe ka vendosur ta apeloj dënimin e tij prej 2 vite e 6 muaj heqëlirie për dhunë në familje. Megjithatë, zotëria nuk u mjaftua vetëm me luftën e tij në drejtësinë shqiptare, në gjykat, por madje shkoi edhe përtej, pasi pa ish-bashorten e tij, sepse gjykata ka vendosur e Shkodrës që 2 fëmijët 4 vjeçar t'ia lë babait dhunues, gjë që ne do ndalojmë ditën e sotme këtu. Nuk u mjaftua vetëm me luftën në gjykat, por gjeti një tjetër media, një tjetër hapësirë që i dha zë dhe figurë këtij zotërie, edhe pse me arrest shtëpie, dhe këtu pastaj duhet të vendosi drejtësia, nëse prokuroria ka lejuar që media dhe gazetarët në fjalë të hynë në banesën e tij. Por do ndalojmë edhe në shumë detaje të tjera të kësaj maskarade televizive, ku ka gjetur hapësirë ky dhunues 42 vjeçar. Në këtë studio është diskutuar se 26 vjeçarja ishte gruaja e dytë. Me gruan e parë dhe me nënën e vajzës 12 vjeçe, kanë folur drejt për së drejti aty në shtetin në cilin ajo jeton. Të njëjtat episode që 26 vjeçarja tregojnë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, i ka treguar edhe nëna e vajzës 12 vjeçe. Madje ajo thotë që shumë 26 vjeçare të tjera do hynë në jetën e këtij zotërie, pasi babai i tij shkon në zonë, gjen vajza të reja në moshë dhe i merr pastaj nuse për djalin. Por me sa duket djali i zotërisë së moshuar që gjen gra për djalin e tij, nuk e di që i biri i dhunon këto të fundit dhe madje bën fëmijë me to dhe i drejtohet gjithmonë gjykatës që fëmijët i mbeten atij. Thash edhe një herë, pralla duken të bukura dhe duken të kopsitura nga ana e gazetarëve, por këtu hyn në rol edhe institucioni i amës. Babai ka dalë me zë dhe me figurë. Vajza ka dalë 12 vjeçe, ka dalë vërtet e mbuluar, por në shoqërinë e Hallës dhe ajo ndodhet në Itali. Pra, vajza është identifikuar, ndërkohë që emisione në fjalë ka marrë në intervista dhe shtetas italian të cilët flasin që vajza 12 vjeçe është rrëfyer te ta, që Njerka, 26 vjeçare që kemi pasur në këtë studio, e ka dënuar 12 vjeçare. Këtu dua ndaloj sepse ka vënd për reflektim. Për ata pseudo kolegë dhe për ata pseudo gazetarë dhe për ato pseudo media që duhet i drejtoj një pyetje. Këta shtetas italiani kanë bërë bashkëpunëtor në krim. Në qoftë se ato e kanë ditur që 12 vjeçaria është dënuar dhe e kanë dhënë këtë intervistë, atëherë pse ata në atë kohë nuk janë drejtuar policisë italiane dhe drejtësisë italiane. Ata janë po aq bashkëfajtor sa edhe dhunuesja Njerka. E ashtë të quajtur kjo 26 vjeçare e cila ka qenë me mua në këtë studio. 26 vjeçare kërkonte të fliste me emra, kërkonte të fliste me portret, por ne nuk e lejuam këtë gjë, sepse nuk donim të thyenim ligjin, por monitorohemi dhe nga institucioni i amës. Nuk e di se si do veproj ama në këtë rast për pseudo kolegë, mund të themi, të cilët intimidojnë edhe fëmijën 12 vjeç, kanë nxjerrë me portrete dhe babain, i cili ka folur për divorcin, por edhe për rajën e vajzës së tij nga martesa e parë, ndërkohë që ne nuk kemi folur fare me emra në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ndërkohë që ka ngritur edhe një alibi, që 26 vjeçarja ishte Njerka dhunues. Ndërkohë që shtetas italian, thash edhe një herë, kanë dhënë intervista pikërisht për këtë emision, duke thënë që po, ato e kanë ditur. Dhe ata shtetas italian duhet ta dinë që janë po aq bashkëfajtor sa edhe 26 vjeçarja në qoftë se ka dënuar 12 vjeçar. Kam pyetur nënën e 12 vjeçares, e cila ka treguar një histori të përsëritur të cilën e kisha dëgjuar nga 26 vjeçarja. Teksa i kam drejtuar pyetjen, në qoftë se 26 vjeçarja ka dënuar vajzën, në mënyrë kategorike, nëna thotë jo.
Megjithatë, kjo zonjë ende nuk e takon vajzën. Është kaq e lodhur nga drejtësia sa nuk kërkon të flasë as në media. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi me prindrit e 26 vjeçares, të cilët edhe ata me zë, me figurë, me foto, me gjithçka janë pasqyruar në media pas një lloj të drejtë. Ata ditën e sotme do të thonë të vërtetën e tyre. Ndjekim fillimisht materialin e kolegës dhe rikthehemi me njëherë në studio. Një histori e rëndë, dhune dhe akuza është ndërsjellta mes një ish çifti do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me zemër të hapur. Sipas rrëfimit të gruas, marrëdhënia e tyre është shoqëruar për vite me radhë nga dhuna fizike dhe psikologjike, jo vetëm ndaj saj, por edhe ndaj fëmijëve. Ajo pretendoi se është goditur vazhdimisht me sende të forta, madje edhe në prani të fëmijëve, të cilët sipas saj përjetonin frikë dhe ankth të vazhdueshëm. Gruaja rrëfeu në studio se ish bashorti e ka kërcënuar me vrasje, në rast se do të bënte kallëzim në polici, duke i thënë se kishte ndikim për t'i shpëtuar drejtësisë. Për këtë arsye, megjithse kishte informuar prindrit e saj për situatën, ajo thotë se nuk guxoi për një kohë të gjatë të drejtohej tek autoritetet. Në dëshminë e saj ajo tregoi se ka tentuar të mbajë familjen të bashkuar dhe madje është kujdesur për vajzën e partnerit nga një martesë e mëparshme, si për fëmijën e saj. Megjithatë, sipas saj, ish bashorti vazhdimisht ushqente armiqsi ndaj saj dhe nxiste të bijën kundër. Gruaja pretendon gjithashtu se dhuna është ushtruar dhe ndaj fëmijëve, duke i goditur të rrequr nga flokët dhe në një moment konflikti, duke rrezikuar edhe jetën e djalit të tyre. Nga ana tjetër, bashorti i hedh poshtë këto akuza dhe ngre pretendime të tjera ndaj ish partneres për të hedhur dritë mbi këtë histori të mbushur me tensione dhe akuza të forta. Sot në studio do të flasin edhe prindrit e gruas, të cilët do t'japin dëshminë e tyre për atë që pretendojnë se ka ndodhur në këtë familje, cila është e vërteta e kësaj historie, çfarë thon palët dhe dëshmitarët. Ndiqni rrëfimin e plot. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, përpara se të përshëndes edhe prindrit e 26 vjeçares, me mua në studio Gjeni Londo, avokati. Përshëndetje, mirë se erdhe. Në krahun tënd Eksena Qirici, psikologja jone e përhershme. Përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Përshëndetje Evi. Psikologja dhe në emisionin e parë, pasi 26 vjeçaria ishte shoqëruar atë ditë nga mbrojtja e saj, nga avokatja e nderuar Edlira Bylo. Ndërkohë që lidhem drejt për së drejti me veriun e Shqipërisë, aty ku ndodhet në një gjendje jo të mirë shëndetësore, nëna 26 vjeçares së bashku me babain nga ambientet e spitalit. I përshëndes të dy. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Në fakt përshëndes edhe zonjën tuaj, i uroj një shërim sa më të shpejt. Çfarë ka ndodhur mbrëmjen e kaluar me shëndetin e saj, që jeni detyruar të shkoni në spital? Faleminderit për ka shku një spital për dhimbjen e veshit, e krahit e mojt, edhe për marrjen e mendve, edhe për tensionin e lartë, dhe për stresat që në ka ndodhur nga rreziku që ka ndodhur vajzë me fjalë që ka thënë ishte dhëndri me fjalë pa baza. Mirë. Në thënë që vajza e jonë na ka vënuar tash 2 vjet në jetë të shkatruar një jetë të mëshme. Atëherë, do të ndalojmë të ky 2 vjeçar i fundit, ku dhuna ndaj vajzës dhe problemet e saj ju ka shkaktuar edhe ju probleme si prindër, të cilët jeni akuzuar në fakt nga një tjetër televizion, nga një tjetër emision, që nuk jeni koherent me thënjet tuaja. Më bën çudi vetëm një gjë, zotri. Vite më parë, krushku juaj, babai 42 vjeçarit, i dhëndrit tuaj, ka ardhur në shtëpinë tuaj dhe ka kërkuar dorën e vajzës, kur ajo ishte fare e re. Dhe ai një burr i martuar dhe me një fëmijë. Pra, ish gruaja kishte ikur dhe ai kishte një fëmijë. Pse dhe miratimin ti si prind që vajza jote aq e re të lidhej me një burr i cili ishte martuar dhe kishte fëmijë? Në rregull. Të përgjigje. Po. Ne në ka ardhur babai i tij Gjereka për të na kërkuar vajzën në shtëpi. Pa emra, të lutem, pa emra, zotri. Përderisa nuk po tregojmë emrin e askujt, nuk mund tregojmë edhe emrin e zotrisë. Na kanë kërkuar vajzën, edhe na kanë thënë që
na kanë thënë që folë që vajza ju e vajtë për smajt, kena pytë për kjo, edhe kena qefës për me në dhanë për djallë. Mirë, tha, unë kena ka pas për një grua, po nuk më në bëm jetë mirë me të, se punë të tyne. Mirë, në rrugën e drejtë nuk ma ka dzej. Po? Unë, kur nuk ma ka dzej rrugën e drejtë, Ky kipa pas, me gjithë vajzën teme, kipa pas 3 gra. E njëva tash, ky fulaj, se jo ka fletë të na herët ati në studje, mja ba qeftën, të fulli me jera. Ky fulli studje, të ja ba qeftën me letit, ky fulli 1.000 për mua, kur unë hala prej me 1 ka pa. Po mirë, dua të ndaloj pak këtu, kur Krushku erdi dhe ju tha që djali është shumë herë më i madh se sa vajza. Vajzë e re, 20 vjeçe, e pa martuar, pa fëmijë, që sot bashkëmoshatarët e saj nuk e ka nisur ende jetën. Pse vendose ti t'ja jepje një burri të martuar me fëmijë vajzën tënde? Kuptoj. Ne fakt historia është të gjatë. Të vëta të këtej. Kjo vajza jeme a kanë martuar për herë pari herë. Mirë po ndonë nga burri që nuk pa të fëmijë. Shkun dektorat, i tha dektori, vajza në regull, i tha mi kutem, po djali nuk në regull, ta për kuptën të mirë, ta s'po jemë gjatë. Edhe erë në shpi, e mora vajzën në shpi, se s'kishe që alip kjo po fëmijë. Atër kjo mushmani, tha pa market, edhe iku një të li për jetë matë mirë. Kështu u zhvillua e gjithë historia. Po mirë, më falë, si mund të vi vjeri për të parë nusen? Dhe jo ai që do jetonte. Kjo është traditë e zonës tuaj, se nuk arrim ta kuptojmë 2026 në këtë gjë. Të kuptojmë, të kuptojmë. A i vjeri ka, mos pojtë e mos, se kena zakon në mërsut, dhe më thonë që mos me adhanë fjallën, po djali vojtë e vojtë djallin. A i e ka marrë telefon, e i ka thënë morë, se nështë të përnë në fjallën për vojtë. Karë, kë, se s'pëja jati bashkë me këtë, edhe bashkë me halën. Edhe i tha hala këti ishte. Në andë i tha, a kje nërshue, o jena të nëllë që i kje kënë. Mirë për i thëmë grusë, më rëndaj kje fjallë që i tha hala për këtë. Edhe bënë kalimtare. Po pse Ana shkalove këtë pikë, kur Halla i thot nipit, a ke ndryshuar apo jo? Po, këptej. Unë e hanë dhe me që gjoja se ishë në shpi teme, merën teme, si më se thëmë ju. Atër, burnia të këta, s'pas ka kënë, po burnia ka kënë të na malsot. Kur pyta fort, mëra pa më si i, kur të edhe fjallin, më thënë njëzit, ja ke dhe një njerit, që kjo ka pas e 2 tjera. Unë e tërë nuk i diktova vojtë se ishte ikë puna, kështë e krye. U bëna mu që me, tash. E murë vojtën, iku në Itali, kalu në 2 vjetë të mira, ja fali zotë, binjok një djallin një vojtë, edhe sot kërë e me prej ti, shmit për smojt, është e mërzishe për shmit e vojtë. Në falë se shmit e pari ka dishtuar me to se ka ba tortura. Se të duhet mirë me pas lisë me ti të duhet mirë, unë jëmë qatë e rejim për dyre. Po, edhe ka ba dishtuar i herë se, në ka duhet vaj zavur, po vërë shumë. Edhe ka që shmit, ka mojtë, ka ba që aty mirë. Edhe këta ka në 7 muaj shë i gjysë, ideale vojtë, në tortura. Mirë po, kur vje funi, dhe më thonë, me pysëmone gruja, vi prej molit gjithëm gruja. A ki full me vajtë në Itali? Jo më burë, tha, po plasëm tash. Me e mërë më nëjë, ishëm prezident, unë e gruja në lëmë pritje, së dhe në prejke me telefon gruja direkt. Ha, më bëjësi, kërë se vakant, ka kërë shpinë, zhako, të vlua, të bëtit, kërë kështë e ike, rashkele me lanë, që është të mo, e i tha, si e këta gjekë të keqë, vetë ka hanë restorant, kjo pa me pa pi 24 ba me dik. E tha, mamë, tha, asë mirë nuk e ka ishë mirë, të bëtit negull, tha, jem kanë vesh më ka helluj pusi, sa me këmë rëtë për manzirë, edhe kur e funi, vajza, tha, dhe me bëjtë vetën me atit. Që më i thot, tha, që mu mytë, tha, tortura, sa herë dje, tha, tortura, shpia, aty la me gjak. Kur
I thom na pa ditë në Itali, më di. Jo, sa me pa ditë në Itali u zgjidh. Unë vazhdoj me bava që me pa ditë u presin qafe. Mirë, sa ku shkoj në Shqipëni, ta pa ditë në se shumë. Ka more ka ra, edhe ka thënë qëtëra pësa. Atëre, ndalojmë pak tu. Edhe minut. Unë sa ti ka pjera, sa ti bëjnë, sa ti shti për para, si u shtenë, sa ti si speta, sa ti presta. Një babe kje ka qof, një vla kje dë, për ju, sa ho gjallë tonë, sa. Merë, sa kjo. Edhe shpirë, sa ku me ti masa s'kje për të mjerën. Si ku ja ka marrë gruës dytë, se kja para, nuk e di, se kja para dytë, a kjo vajzeme të ka kënë e treta. Edhe sa ku me ti marrë, sa s'kje për të mjerën. Edhe gjithë sa, doli. Se gjukate, sa me 16 skut, ka me marrë fmini, sa avokatës. Kjo, së më bëhë pësellat, gjyqën që kanë marrë hiç, po pëse, në ka da me 18. U shmena. Me 18, mund të komplenë të vetën, fjenë të ty në zizja, so isha jashta, para gjukatë, ka prezvajzën, kur vje funi, so me 18, me 18, dhe vajza ty dalë me, që kemë rë babë? Jo, dhe ka marrë, fëmija ka kalu babë, pira ka pëmër, që ka lërë fëmija babë, sa që moshën 3 vjeç e gjysë, për dhe në 18 vjeç i ka nana. Jo, do mos doshmërish deri në 18. Shko sa dhe lërta, liplogri ku duesh që sa, hek, kjo sa njësa në kapë, sa bje policin, kjo njësi në kapë, të valim e që përpjenime, se ta në ti marrë min, e vojt me i rrit, në tërtura, nuk di. Më thotë mua kjo të shabu ka tjekë sa i vajzë teme, ka thënë që ka ta me pas shpi, jam më shpi me qëra, me pas punë, i punën ja gjetëm, me helë firëm ja halëm, me helë firëm bashkia afteseshëm, ja halëm sa seshëm, me mërë letën të dektori ashtë në mësësht, i duhet për smarit, të Sugalogu, i lesë, a i tha, s'ka shës me marë, se ty e në regu, Sugalogu i lesë, i duhet kundra me 2 tjera, ham Shkodës, ham të lesë, që më kanë të tyra shi, me 2 fëmijë të vajzë, me gruat, me vetar, me vajzë, lesë, të Sugalogu për punën e vajzë. Ja, një minutë, se i kalove shumë shpejt shkallët e rëfimit tëndë, dole deri në... Jam faktin zemën e mërzitën. Jo, pa diskutime, e ke mirë kuptimin tonë. Po, e ke mirë kuptimin tonë, por çështja është që nuk është kaq kollaj, sepse ti së bashku me vajzën, edhe me gruan, jeni akuzuar që keni ndryshuar dëshmi. Sa ka me foljo... E di që kemi për të folur. Me folë, po fakte me thonë, ka bështu, e bërë ty Atere. Shikosit e ti, ty u talë me mua. Të lutem. Të lutem. A kini prem babe nanë, a kem mos e folju. E ju i një tha, po të theshëm, sa a jem fajtur. Ka dalë thaj se shteti e zanë lepër me kërë babë. Babë, kur mos e mërzit, se... Atere, të lutem. E jam dhe qiti rrugë madhe me të lanë gjatë. Atere, e kuptoj. Zotri, prandaj, kur nuk jeni në studio, krijojmë problemet të tilla. Familjar të rregull. Po, nuk e di a jeni apo si jeni dhe a është pala tjetër apo nuk është, por komunikimi që ju vendosni në distancë na e bën gjithmonë më të vështirë edhe ndërhyrjen tonë. Sepse do doja nga regjia në këto momente të shfaqnim edhe foton e dhunës, kur babai 26 vjeçares tregon për dhunë ndaj të bijës. Unë do doja të dilja pak në hapësirën e parë publicitare, zotri, që ndroni në këtë lidhje, nuk e dia do arrit të komunikoj pak edhe me gruan tuaj. Po, publiciteti i parë dhe rikthehemi në studio. Po, Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit për t'i drejtuar pyetjet e domosdoshme babait të 26 vjeçares, e cila pak kohë më parë ishte në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ka treguar të gjitha provat e mundshme
që ajo është dhunuar fizikisht, pavarësisht se ditën që ka bërë denoncimin me 12 gusht në Shqipëri, ajo ka dëgjuar thjesht një telefonat që bashkëshorti i saj bënte në atë kohë me familjarë të tij dhe të saj, dhe ku fliste për një dhunë psikologjike dhe për një ekzekutim të 26 vjeçares, me sa duket kjo shumë luftarake për të mos përsëritur edhe një herë në familjen e saj atë çfarë kishte ndodhur me ish gruan e bashkëshortit, teksa i kishte marrë edhe vajzën e cila aktualisht është një minorene 12 vjeçe dhe nuk e di se si 12 vjeçarja nuk takohet me nënën, ai mungon nëna, bisedat të cilat i kishte kryer me njerëkën e saj, me 26 vjeçaren. Ndërkohë thash edhe një herë dalja e 42 vjeçarit nga arresti i shtëpisë në media për të folur gjasme të vërtetën e tij e ka fundosur akoma edhe më shumë këtë të fundit, jo vetëm për dhunën në familje, sepse dhunë në familje nuk është vetëm dhuna fizike, dua t'ja them këtë kolegëve, dua t'ja them zotris, por dua t'ja them edhe gjithë atyre që po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë. Është edhe dhuna psikologjike. Të dëgjosh një telefonat të mërshme ku organizohet eliminimi i 26 vjeçares, kjo do të thotë që kishte mbritur fundi. Megjithatë në këtë studio janë treguar foto dhune, jo vetëm të 26 vjeçares, por edhe të fëmijës, së djalit 3 vjeç, që babai e kishte dhunuar. Dhe pyetja nuk mund ta quaj dot koleg ose këtyre pseudo gazetarëve, është që ku ka siguri gjykata se kush i ka shkaktuar këto plag dhune, të cilat kanë qenë në tryezën e gjykatës, ka qenë në tryezën tonë dhe ne i kemi shfaqur. Mund na e thotë kolegu në fjalë që ku mund t'i ketë siguruar kjo 26 vjeçare? A sjell ky 42 vjeçar edhe më parë me nënën e 12 vjeçes në mënyrë të tillë, sepse unë vetë personalisht kam folur me zonjën në fjalë. Ndoshta mund të kemi edhe një intervistë të saj në ditët në vijim. Ky gazetar, a e ka telefonuar nënën e 12 vjeçares, a ka vepruar po njësoj 42 vjeçari ndaj nënës së saj, dhe nëse ka marrë dëshmi të shtetasve italian, dhe këto e pas kanë ditur që 12 vjeçarja ka psuar një dhunë nga njërka, nga 26 vjeçarja, pse nuk e kanë denoncuar në policinë italiane? A quhen edhe ato bashkëpunëtorë në krimin ndaj një të miture? Kjo është pyetja që ne ngrem ditën e sotme dhe shkojmë tek 62 vjeçari, tek babai i vajzës 26 vjeçare. Zotri, më dëgjon? Atëherë, ndonë se keni qenë pak i turbullt në rrëfimin tuaj se ju e keni në korrizin tuaj çdo ditë dhunën ndaj vajzës. Nuk e di, a jeni ndjerë ndonjëherë fajtor që i keni thënë po kësaj martese, a keni qenë pro vajzës tuaj edhe pse në distancë, ajo jetonte në Itali dhe ju ka treguar si e ka dënuar 42 vjeçari. Ju si prindër, çfarë masash morët derisa vajza vjen në Shqipëri dhe bën një denoncim për 42 vjeçarin? I thënë vjerit, ku kena folë me vajzë direkt. Po? Dhe më thonë, në Italia jo, në Shqipëni, si murë me vetë të sije, edhe në ka të historin, ku marë babën e dhëndrit, po? Ati, edhe ku më thonë, dhe më thonë që vajzë e me me denu në shtetë, se kom tortuar nga ti i burit. Më dëgjën. Po, ju dëgjën. Pra, ke lajmëruar Krushkun. Po. I kom thonë ati, kom thonë, qësë në keni deftuar se ju nuk e pasit pas me ba jetë me bashkëshortet, po pas ka pas plan me ba fëmi me to, e me rritaj, edhe fëmija më thra për nanë, me nanë gjallë e jetima. Që me gruat parë, që me dytën, që me vajzë teme tretën. Që talë me vajzë teme. Ashtë e drejtë. Mu talë me një vladë, që na e kena rritë, e kena vojtë, me mundim, me tjera, edhe me në qitë rrugë madhe vlodit. Të lutem, po, do doja të dija ndërkohë që falenderoj dhe regjinë se po shfaqe dhe fotot e dhunës të vajzës tënde në këto momente, dëshmi që ajo i ka dhënë në fakt edhe në gjykatë që ka pasur dhunë fizike. Po. Ndërkohë që pyetjet në media shtrohen se kush i ka shkaktuar në fakt, i ka vetë shkaktuar apo ja ka shkaktuar dikush, por dhunë është edhe ajo psikologjike që ka ndodhur me 12 gush, po ndaloj pak më vonë. Pse nuk folët drejt për së drejti me dhëndrin në asaj kohë, po me Krushkun?
Si me full me dhonë në Në atë kohë, kur mësove që vajza adhunoj. Po. Se kjo, me dhonër ti këmë thënë Itali, se duhet në telefon. E thash që kjo në vajzë shpion, se ta kena dhënë me bon jetë, se me tërturu si baktin. Edhe, thash kur të vishë në Shqipni, ta po i lo, thash Shqipni, se dhe të qëj, pejtë në shtetë, fuqet, si ne ka kërë vajza, direkt i full me vajzë, edhe një vatë. Pra ti e ke paralajmëruar që kur të ktheheshin për pushime? Pra ti e ke paralajmëruar ish dhëndrin që kur të ktheheni për pushime, ju do ngrini akuza ndaj ti? Po, kam lajmëruar, se mos e ka po prime kërkuar, dhe ka ditë 100%. E ka ditur 100%, apo jo? Po. I kena thënë atjotit, edhe am dëgjën. Po. Shikjën. I ka thënë, edhe vajza ka thënë, më kom ka zhërë për dhe, se vojza s'ka mujtë me padit në Itali, se në Itali ka dhënë me padit, ta bëj si grunë në tjetër që ka shkuar me padit e ka gërë hershanë, sa që dy në shkodër. Ta bëjnë dhe ty. Në sa e tu, së kom frikë, sa babë sa slavtë. Se babë në kjetë plakën e së të njëse, vlau i lullën e... E the edhe në pjesën e parë. Të ndalojmë pak, pra, i bënte një analizë se sa i moshuar jeni ju, që jeni 62 vjeç dhe nuk jeni fare i moshuar, se sa i aftë ishte djali juaj, vllai i vajzës, i bashortës së tij, pra i bënte një analizë të gjithë. Në media kanë dalë edhe disa mesazhe tuajat në komunikim, edhe të bashortës tuaj, por edhe tuajat me ish dhëndrin. Ju, të gjithë këtë dëshmi që po jepni në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, a mund ta faktoni, pra, keni komunikime të tjera me ish dhëndrin, se mediat janë selektive, zgjedhin atë që duan dhe nuk nxjerrin atë që s'duan. Antalë më shah, unë me thënë drejten, ku ka nërë Shqipni vajza, a kanë ba, betuhem, a kanë ba, si kërë kom pa me sytë e gjukata, kanë thënë shteti, zërën zënata, mu më ka parat për kom pa vajzën ka shkën gjukat, për me shkën qysë me bërë. Dhe me thënë e dëpsu me gisht, me feshua 10 kile peshtë të kishte. Kurse policia, kërë kanë morat, e kanë buë prangat, i ka thënë i zgjët prangat, se për zëtë se e ka bëha grus të t'i bëjë dhe ty. Këta policia kanë të gëllë ma shumë prangat. Pra ka kërcënuar me 12 gusht edhe policin, që qëfar i ka bërë gruas, do t'ja bënda dhe policis. Po kemi letra të barbullushit të shkollë. Jo, ne të gjitha dokumentat i kemi bërë në emisionin e kaluar, po për ju pyes ju, policia për këtë kërcënim që ish dhëndri juaj i ka bërë me 12 gusht, a kanë deponuar në gjykat? E kanë dhënë deklaratën e tyre këta punonjës policie? Ata nuk e di, u di që ka thonë vajza që kanë atje, si kanë po. Po mirë, ndalojmë pak, qëfar ndodhi me 12 gusht që vajza pati guximin dhe kurajon të denonconte në polici? A keni qenë ju dhe bashortja juaj denoncuesit e parë? Me thotë drejtën vajza ka thonë nuk mund të marrë në telefon policinë se jemi rrëthumën në këmërët me levizë. E du me pa ditë, a kuptën? Po, kush e ka marrë policinë? Me më thëmë, ne po e thëmë policistë, shotit e joni njëfë, ha me pive, e këmë temë, dhe tha, shështë me këmë në halvajtën, i kënë arraju me policistë, kanë shku vode, diku e kanë kapë ka ora 3, e kanë arrastue, i kanë vanë denjen për 5 vete, s'ka bon vesh i nate, ma kanë morë vojze, ma kanë qënë vlorë, 3 me 2 fmit, ati dhe me kjesa i shoshi arrestfije, o ma rëmbuja punë, edhe ma të gjysh prej. Ja, të ndalojmë pak tu, qëfar ndodhi me 12 gusht? Qëfar ka dëgjuar vajza juaj që u trëmbaj shumë? Qëfar ju ka kallëzuar juve si prindër? Po, u trëmbaj shumë se të kemi marë policin të pëmbëshën. Normal e kishtë ajo. Qëfar kishte dëgjuar ajo? Dini gjë juve? Si? Qëfar kishte dëgjuar vajza juaj? Vajza juaj, Meshëm ty, vajzojnë ka thënë, meshëm ty rujtë, s'kë shumë ka me i marë policinë për me njëftua. Vesh, në nërë sa të sa polina unë me te, flasë me te. A është e vërtet që ish dhëndri juaj atë ditë në momentin që vajza juaj ju ka lojmëruar ju si prindër të denonconi në polici në emër të saj, pasi ajo e kishte të pamundur, ish dhëndri do takoj me kunatin tuaj, me dajën e vajzës? Kush ai? Po.
Sa i vetë pohon që unë kisha lënë një takim me Dajën e vajzës, pra me kunatin tuaj, për t'i treguar të gjitha problematikat që kishte mbesa e ti. Ja, lutëm në rëngërës më flasë sakta e nuk i ka të sakta. Pra nuk ishte lënë një takim midis Dajës së vajzës edhe ish dhëndrit. Jo. A i ka po plan me thonë, vajzë e ka qëjtë të ropte, me thonë ik e me mlitë tonë lojzë si janë aty, me thonë, në rëni kur në shkuj punëve. Mirë, duke qënë se jemi njohës të mirë të kësaj dosje dhe herën e parë kur vajza juaj ka qenë në këtë studio kemi deklaruar gjithë dosjen dhe kemi pasqyruar atë, do doja të dija, vajza juaj vuan nga një çrregullim i cili mund të jetë përfituar edhe për shkak të dhunës dhe traumave të saj, që ka kaluar qoftë me burrin e parë, qoftë edhe me 42 vjeçarin. Ti si baba dhe bashortja juaj, dini diçka në lidhje me çrregullimin që ka vajza juaj emocional? A ka vuajtur ajo ndonjëherë nga shëndeti mendor? Ja, me shëndet ko kanë mirë për para se me market. 80 kilesh. Me i po fotografi dhe soj, kërë ka market, kërë shkuar ka market për burri, thua, mashallah, çfarë pas ka kanë. Kërë ka ba 2 vjet, kërë ka hinë, dhe më thënë vit, 3 vit katët, a ba miligon. Se ka lanë për hangër pa pi, e ka thënë kjo, bina me hangër, vetëm makarona me uj, as vaj, as mish asan, e vetë hangër restoran. E ka tavalinin ja ka përmys, edhe kjo ka betë pa hangër. Dhe më thënë, kërë ka arë gjesht me thënë vetë, se që jo, për shpirti ka betë. Mirë, do doja të bëja edhe një pyetje tjetër. Si ka qenë marrëdhënia e vajzës tuaj me 12 vjeçaren, me vajzën e 42 vjeçarit, nga martesa e parë? Vajzën me gruën e dytë. Të dytën të parë, nuk e di unë, një ka me letra zotria, tani mos na bëni konfuz. Të lutem, me vajzën e burrit, të lutem, me vajzën e burrit, si ka shkuar vajza juaj? A ka mos jetë flas? Po pra, po mos na bëni konfuz tani se 2 martesa ka të lishme. Qofse ka pas edhe një të tretë, le ta mbaj përgjegjësinë ai. Vajza e jeme, kur ka shku në Itali me vajzën e gruas të dytë, që ka 3 atush, që ka 12 vjeqa sa, e ka desh që fëmijët e vetë, që i ka sot 2 binjak që ka marrë për ta me i pasë, që ka pa ta që mujë. E i ka prikrah e kretë. Ka arë i shoqi, ishte, e na ka thonë ne, vajza e na kam dhe me gruas, se zëmë po me sy me gruas me vajzë tuaj. Dhe me thënë vajza e saj, a barë mikë, kundër vajzë teme e babës. Si e ndjerë ti si babai i vajzës kur ke dëgjuar dëshminë e 12 vjeçës në media, në prani të Hallës, e cila tregonte se si ishte dhunuar dhe torturuar, madje ka dhe dëshmitar shtetas italian nga vajza juaj. Si e ndjerë ti? Nuk e ka dhunuar, ajo është për me alanë kësaj, me hupë gjurë më ti. Jo, ti vetë si u ndjeve nga gjitha ato fakte që dole në media? Më për zotër, po si me mësuje këtë 2 kratë. Në rëshë jo. Se i njeri si ta këzër pa, kjo ka thot që ullë kretë se s'la më shio kretë për pjetë, se jo më zëtë e shkërë. Shiko, ti thua pa bazë, por vetë 12 vjeçarja ka treguar marrëdhënie shumë të vështirë me vajzën tënde. I ka treguar se ka thonë dhe me këngjuja me i dalë vetë babës, se babën e ka me fej, dhe i dalë baba po fej. Na kena fotjet, që ka baj, edhe që qire ka baj. Në vajzë tonë, që me pa kënë bërë, që dhe me baj tonë. Me pa kënë ashtu, aje ke pa ditë vajzën të e në Itali, po që janë me luë gjurëm. Që i thonë, qitë guën e më shëfdurën. Dhe ju që kom pa në metje që aty bo kënë muë, dhe me kënë me duro shumë, që kënë një zhërë të fejtorë, e me pësha muë në metje, e ty që eshtë tonë me muë, e ty thënë kuar babë e nënë, aty s'dallin, asë që në ka bajtë, që nuk është që dhejtë me masit ftyrën në studje asemin, e përka shë mu në gjyzë, me telefon, që kom folë në gjyzë drejtëm, i shua asaj, me një shikue, e shu ka zërësore zvetë dhe me këte gjure se po malë dhe mua, po s'ka shansë me malë dhe mua. A i mund të malë dhe mua kur des, pa, e që jemë dhe. Po kësa të jemë me zote, me drejtësin, a i shkujnë të në bërshë. Se me përkel burë, në mund që i me i morë me i shue, e me mojtë mjetë, e me i Të lutem, mos nga bëj, ju kërkova ndjes.
Tani, i martuar në gjendje civile ka qenë zotëria vetëm 2 herë. Mos na bëni konfuz me të gjitha bashkëtesat që mund të ketë pasur jo gruaja e dytë, jo gruaja e tretë. Flasim për 2 martesa, atë që ka pasur me nënën e 12 vjeçës dhe atë që ka me vajzën tënde. Të lutem, më mirë kupto për këtë gjë se zotëria mund të ketë pasur edhe 100 tentativa dhe nuk jemi këtu për ti. Dakord? Këto 2 martesa. Me nënën e 12 vjeçës, e cila nuk e takon 12 vjeçaren dhe duhet japi një shpjegim zotëria për këtë gjë. Por me që është pyetur 12 vjeçarja për marrëdhënien me njërkën, të japi një shpjegim 12 vjeçarja dhe për marrëdhënien me nënën, sa i mungon nëna dhe gjithë shka tjetër, dhe ata shtetas italian që kanë ditur dhunën e 12 vjeçares dhe nuk e kanë denoncuar në policinë italiane, janë, po e them edhe për të disa të nerë, po aq bashkëfajtor, dhe dënohen po aq sa edhe vajza juaj në qoftë se ka dënuar 12 vjeçaren. Përpara se të dëgjoj edhe avokaten, do doja në këto momente të jepja fjalën se është më në brëndësi të gjithë shkaje psikologja jonë Eksena Qerici. Eksena, media nuk ndal vetëm në një emision që zotëria e bëri nga kushtet e arrestit të shtëpisë. Nuk e di, identifikohet 12 vjeçarja në qoftë se babai del me zë dhe me figurë, sepse ne në studion e emisionit me zemër të hapur ti ke qenë prezente kur 26 vjeçarja kërkonte të ishte ulur këtu ku jam ulur unë dhe unë të isha në mesin e studios si zonja e shtëpisë për të mos identifikuar fëmijët 3 vjeç apo edhe 12 vjeçaren, ne vendosëm në shtëpinë dhe nuk kemi përmendur as emrin e saj. Sigurisht e gjithë kjo përpjekje cilësore e vis për të shkuar ndoshta fjalës të vërtet në raport me ciklin e dhunës dhe abuzimit, është një përpjekje shumë e mirë profesionale dhe etike për të kuptuar ne si shoqëri çfarë është kjo dhuna në familje dhe pse ne po përpiqemi dhe po përpërlitemi kaq shumë për të zbuluar të vërtetën. Sigurisht që media është një element shumë i rëndësishëm për të treguar se çfarë është dhuna, por gjithsesi janë specialistët ata që tregojnë se çdo të thotë dhunë dhe çfarë do të thotë që viktima trajtohet për shkak të pasojave të dhunës dhe stresit post-traumës që pson, por edhe stresit kompleks traumatik që ndodh pikërisht për shkak të këtij abuzimi, ne jemi hende erët si profesionist për të shkuar të vërtetës deri në fund. Nuk po them për pjesën mediatike, që është një pjesë e të vërtetës, por po them për aspektin profesional. Sepse nuk është kaq e thjesht me deklarata të marrësh... Media nuk ka rol manipulues. Pikërisht, por nuk ka instrumentat, nuk ka profesionalizmin e një specialistit shëndetit mendor, që t'i shkojë deri në fund ciklit të dhunës, sepse cikli i dhunës është kaq kompleks, ka manipulim brenda dhe nëse ne i interpretojmë dhe keq interpretojmë të gjithë pasojat e këtij abuzimit në raport me viktimën, e riviktimizojmë dhe nuk i shkojmë të vërtetës deri në fund. Sepse kemi ne instrumenta të cilat fotografojnë dhunën psikologjike? Se ne kemi instrumenta për dhunën fizike, po për dhunën psikologjike, që është një kontribusit kryesor për të kuptuar. A është në gjendje një gazetar të kuptoj dhunën psikologjike, manipulimin nëpërmjet thjesht rrëfimit të abuzuesit i cili e ka brenda të përfshirë manipulimin? Eksena, mund të bëhet bashkë policia, psikologu, psikiatri, prokuroria, gjyqtarja, mund të bëhen bashkë gjithë këta element dhe një 26 vjeçare që ka ndruar disa qendra të dhunës ndaj grave të manipuloj pra që nga policia në momentet e para e deri tek gjykata. Në parim gjithë këta profesionist mundet që një 26 vjeçare, se unë jam e prirur të besoj që 42 vjeçari mund të fusi element korrupsioni, manipulimi dhe gjithë shka e tjetër. Por një vajzë 26 vjeçare e izoluar në përshoqata mundet të manipuloj policin, nga policia mjekun ligjor, nga mjeku ligjor që s'ka ekzistuar dhuna fizike, se në 12 gush ka ndodhur dhuna fizike, të manipuloj prokurorin, të manipuloj gjykatën, të manipuloj psikologun, psikiatrin. Tani, mund të bëj kjo vetë? Duket një pyetje shumë e madhe, po nuk them
nuk them dot e bën apo se bën. Jo pra, kush është roli i media, sepse po nxjerrim dhe po rehabilitojmë dhunuesin, që ka gënjur kjo zonjë, po si janë gënjur gjithë këto institucione dhe për ka arsye. Ka pasur para që t'i korruptoj të gjithë këta persona të bërë bashkë, si mundet gjithë këta persona të bërë bashkë kundër një 42 vjeçari? Sepse duan të mbrojnë një 26 vjeçare. Është një pyetje thjeshtë. Në parim të gjitha institucionet bashkohen bashkë në funksion të së mirës. Ne nuk shkojmë dot bashkë të gjithë për të mirën, sepse niveli korrupsionit, mentaliteti korruptiv që ne kemi, e devijon sistemin të mos i shkojë deri në fund të vërtetës shkencore në raport me dhunën dhe abuzimin. Ne kritikojmë shumë. Pra, kemi institucione të paafta, apo kemi institucione të korruptuara, let na e thot media. Për shkak të korrupsionit në lidhje me 26 vjeçare, let na e thot, pas ka gënjur 26 vjeçarja. Këto foto nuk pasqyrojnë asgjë, sipas gazetarisë. Pseudo gazetarisë, e gazetaria nuk është e gjitha e tillë. Sepse, pra, përpjekja që bën gjykata për ta vërtetuar dhunën, sigurisht personi manipulues, sepse personi që dhunon është një manipulues shumë i mirë edhe i fakteve ligjore. Pra në qoftë se ai e ka ditur që do të kërkonin divorc, pra do të kërkonin që do ta denonconte familja e vajzës dhe ka përgatitur një super dosje, pra do të thotë... Jo, përgatiti një plan një herë. Patjetër. Se ai plani që u dëgjua nga 26 vjeçarja bëri telefononte prindrit dhe më pas policin prindrit. Pikërisht, dhe kjo ka bërë që ai të ndërtoj më shumë fakte dhe prova që vërtetojnë që shëndeti i saj mendor është arsye pse ai po divorcohet. A vërtetojmë dot ne, a kemi instrumenta për një ngjarje që është zhvilluar në Itali dhe për shumë arsye që mund të qëndrojnë nuk është referuar, edhe në qoftë se ekziston shëndeti mendor. Ç'lidhje ka dhuna që është ushtruar ndaj saj? Qoftë se s'ke ditur ti të menaxhosh një grua e cila vuan nga shëndeti mendor, është problemi yt dhe jo i saj. E rëndësishme është, pra, pse ky shëndeti mendor doli në këto momente, pra nëse ka dalë, dhe a e vërtetojmë dot ne që ky shëndet mendor... Po ka një diagnozë për zonjën? Pikërisht. Por është ajo diagnoza që përjashton kujdestarinë e fëmijëve? Kjo është një çështje tjetër. Se duhet të jemi dhe shumë profesionist deri në fund. Pra, ai çrregullim që ka marrë zonja, a mund të ngatrohet me shumë nga sjelljet që njeriu përfiton nga trauma që ajo ka përjetuar në raport me këtë dhunë? Pra, a mund të vërtetojmë do të në këtë? A mund të ngatrohet? E diskutojmë vetëm pas pak, a mund të ngatrohet, do t'ja hapësh vetëm përgjigjen ti, publiciteti i dytë dhe rikthehemi në pjesën e tretë të fundit. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt në pjesën e tretë dhe të fundit. E di që nuk mjaftojnë minutat e këtij emisioni, por ka pasur gjatë hapësirës së dytë publicitare dhe një diskutim mes nesh si specialistet edhe si gazetare. Kemi diskutuar në fakt edhe për atë dosjen e famshme që mendon se zotëria e ka para përgatitur. Absolutisht dakord në qoftë se zonja ka gënjur për dhunën fizike, për dhunën psikologjike, por gënjeshtrat e kësaj zonje a e përjashtojnë atë nga prindërimi? Specialistët e kanë dhënë mendimin, psikiatrit dhe psikologja, po është kundër pseudolegu, i cili thotë që nuk mundet që kjo diagnozë e shëndetit mendor të jetë e aftë për të prindëruar. Dhe po i bëj një pyetje të thjeshtë. A e ka telefonuar ndonjëherë nënën e vajzës 12 vjeçe? A ka qenë ky një skenar i përsëritur i nënës së 12 vjeçares? Të bëj dhe një pyetje, i more ata shtetasit italian dhe dhanë ata dëshminë e tyre. A e ke ditur që i ke zhytur këta shtetas italian, të cilët kanë pasur informacioni për moskallëzim të krimit të dhunës ndaj të miturës? Të gjitha këto janë pyetje. Pra, nuk duhet të jemi të njanshëm. Edhe ne i kemi marrë me rezerva ndaj zotërisë. Por, zotëria ishte në arrest shtëpie dhe nuk mundet, kurse si, edhe pse kisha në dispozicion, ta pyesja zotërin. Zotëria, përderisa ka dalë atje, mundet të ishte përballë 26 vjeçares, por edhe të vjerrit, të telefononte me unë nuk guxoj ta marr zotërin, po zotëria mund ta merrte shumë mirë edhe neve. Gjithsesi, zonja, le ta marrim në një moment, 26 vjeçarja gënjen. A është e paaftë një gënjeshtare të mos prindëroj, bashkangjitur edhe diagnozës që ajo ka?
Nëse do nisemi me arsyetimin që viktima gënjen, e kemi të humbur betejën e gjetjes së të vërtetës. Pra, si është zhvilluar dhe si në çfarë forme ka marrë trauma dhe abuzimi. Abuzimi nuk është shaka, sepse pra, sidomos kur abuzimi është ndër vite, ndryshon mënyrën se si funksionon truri. Pra që do të thotë që kur ne përballemi me viktimën, e cila do të rrëfejë se i ka ardhur në majë të hundës, sigurisht që mund të kemi rrëfime apo humbje kujtese të ngjarjes, sepse është një individ i cili është i abuzuar. I ka ndryshuar mënyra e të menduarit, ka ndryshuar mënyra e perceptimit. E dëshmisë në sallën e gjyqit kur ka është pjesë e kësaj traume, është pjesë kur ka ballë përballë dhunuesin. Nuk lejohet që viktima të intervistohet, pra të pyetet mbi ciklin e traumës në prani të dhunuesit. Në sallën e gjyqit. Sepse, pra, kjo është një metodë e cila dështon në të shkuarin të vërtetës, sepse kur viktima e ka përballë abuzuesin, nuk po tregon të vërtetën në raport me ato çfarë i ka ndodhur asaj në raport me abuzuesin, po përpiqet t'i shpëtojë përsëri abuzuesin. Dhe prandaj është e rëndësishme për ne si profesionistë, se na takon ne si profesionistë t'i shkojmë kësaj të vërtete, qoftë në kontekstin profesional. Pra jemi ne duke ngatruar nëse i vendosim një diagnozë, a jemi duke ngatruar për shkak të vështirësisë emocionale të rrëfimit të ngjarjes që për ne mund të duket sikur po gënjen, por ajo e ka një vështirësi të brendshme se ka kaluar një traumë të cilën asnjëri nga ne nuk ka qenë prezent që ta gjykojë. A ka këto vështirësi emocionale të cilat mund të përkthehen si luati i humori dhe nesër në gjykatë të thuhet që kjo nën nuk është e aftë emocionalisht të kujdeset dhe kështu ja marrim ne të drejtën e prindërimit, se këtu kemi një problem tjetër me gjykatën. Për shkak të prindërimit të përbashkët, ne mendojmë që me që i gjetëm kësaj nënës një diagnozë, që nuk e dim nga i vjen burimi, se nuk kërkojmë, nuk kemi hapësirë, po ky babai, pra ka ky babai një diagnozë, a duhet të jetë një procedurë e përbashkët për të dy prindrit, cili nga këta e ka humbur apo se ka fare aftësinë për të prindëruar. Nëse nënja ka një traumë, ka një stres dhe reagon, jo se nuk e do fëmijën, se ka humbur aftësinë, po sepse ajo vuan vetë nga një çrregullim i cili ka ardhur si rezultat i traumës. Ndalojmë pak këtu, duke qenë se i ke bërë një analizë 26 vjeçares, po mundohesh të bësh disa pyetje edhe për 42 vjeçarin, për dhunuesin, në qoftë se ka qenë apo nuk ka qenë. Për ta parë drejt. Atëherë, në përgjithësinë time të plot dhe profesionalizmin dhe transparencën që më karakterizon, unë kam folur me nënën e 12 vjeçares, e cila ka treguar dhe shumë shpejt mundet që të jetë edhe pjesë e emisionit Me zemër të hapur me narrativën e saj, që e njëjta histori i është përsëritur edhe asaj. A çfarë tregon kjo për 42 vjeçarin, pa ngritur akuza për të? Çfarë tregon? Sigurisht është ajo çfarë tham dhe në emisionin Kjo e dyta pas ka një diagnozë, po e para? Pra e krijon, pra se edhe tek e para krijojnë në mos gaboj elemente tradhtie gjë të kësaj natyre, pra kur nuk krijon njërin, vërtet zotëria e përmendi një zonjë të tretë apo të katërt në babai pikërisht. Dhe kjo është një arsye për të treguar që nëse kalon nga një grua në tjetrën dhe kërkon se e bëm analizën edhe në emisionin, pra kërkon që të marrë fëmijët nënave dhe i degeneron dhe i kthen në persona që vuajnë nga shëndeti mendor, pra do të thotë që niveli i rrezikshmërisë së tij, pra i dhunës që ai ushtron, është më i rëndë dhe më i vështirë për fëmijët, se ne nuk mendojmë në asnjë moment çfarë. Mos është fakeq me gratë ky zotëria, të cilat janë edhe nënat pa afta si e para dhe e dyta? Nuk doja të bëja analiza sigurisht për babain, duke qenë se mos është fatkeq ky zotëri? Sigurisht që diçka nuk shkon. Pra që gjithë ky zemërim kaq i madh ndaj grave dhe të marrë dhe fëmijë. Është fatkeq sepse ky zotëria nuk e di unë se si një këto gratë. Por tek 26 vjeçare ka çuar babain për t'i gjetur nusa. Këtu pastaj hym në nivelin e kulturës tonë që edhe me një diferencë moshe të theksuar. Patjetër. Dhe për më tepër që e ka gjetur të divorcuar më parë, se kjo është shumë e rëndësishme që thjesht viktimat përzgjidhen nga abuzuesi. Pra duket pak kështu si e rënd, po përzgjidhen, pra do të thotë që ka qenë e martuar. E martuar në kulturën tonë do të thotë që ti je me minus.
Me minus, duke bërë dhe analizën që babajnë e këtë vjetër, vlajnë, se ke përgjë. Je e vogël, kur je e vogël do të manipulohesh më letë, nuk e ngrej do të zërin, pra nuk hynë do të letë në ciklin e dhunës. Pikërisht, pra të gjitha këto, duke umbuluar në vitën në kontekstin e kulturës, ne nuk kemi në gjendje ta kuptojmë se ku fillon cikli manipulimit. Gjeni të kërkoj ndje se e kam shumë të domosdoshme edhe rrëfimin e 12 vjeçares në media. Në pranit të hallës aty, dhe duke mbështetur edhe shtetas italian me cilën vajza që në ka rrëfyer për dhunën që njerëka i ka ushtruar. Ke një koment profesional të shkurtër? Kur rrëfehen të miturit, rëndësishme është të krijohen kushtet që askush mos vëzhgoj dhe t'i shkohet të vërtetës deri në fund. Për shkak të efektit të manipulimit që shpesh ndodh, edhe të ciklit të dhunës, sigurisht është e vështirë për t'i shkuar deri në fund, pa nuk i bën dot pyet drejt për drejt një fëmijë ato dhunon babai ose gjërat e kësaj natyre, ti të marrësh atë përgjigjen që ne kërkojmë për t'i shkuar të vërtetës. Me fëmijët është shumë e vështirë. Pa nuk kërkohet media, nuk kërkohet pranija të tjerëve dhe kërkohen specialistët ata që marrin në pyetje, pra për të kuptuar ciklin e dhunës, ciklin e abuzimit. Në këto kushte, unë e quaj as pak profesionale në profesionin tim që ta konsiderosh plotësisht deklaratën e saj si të vërtetë. Po, mbështetja me prenoncimin e shtetasve italian, që po vajza ka ardhur tek ne, na ka shprehur se si e trajton të njerëka, ne dinim. Këto janë deklarata të thëna në funksion të babait i cili po përpiqet. Në funksion të babait. Por duke zhytur vetën e tyre në Ne kemi viktimat përballë, e ne shkojmë në Itali. Pra ne kemi viktimat, të dim të pyesim, të nxjerrim të vërtetën nga viktima dhe nga fëmijë. Po kjo të gonë një element më shumë që mund të ndikohet, se halla është nga babai që kështu patjetër do ndikohet dhe nuk do e thot ashtu si e ndjen, siç tregoi shpesh zonja në rrëfimin e saj, tregonte që e kish marrë malli që ta shifte nëna me çfarë flokësh ishte, fytyrën. Ato janë sepse janë të thëna, pra janë rrëfime të thëna ku nuk të sheh njeri dhe të vjen nga halli dhe nga nevoja, jo këto që ne po përpiqemi të ndërtojmë tani. Mirë, t'ja kaloj pak Xhenit për një interpretim më të mirë ligjor. Atëre, nga rrëfimi në nxjerrim sa element tipik të dhunës në familje. Pra, dhuna ushtruar ndaj bashortes, dhuna psikologjike dhe fizike, dhuna e ushtruar në sy të fëmijëve, dhe dhuna e cila pretendohet ndaj fëmijës së mitur. Janë elementë në 130A, e cila parashikon raja dhe çdo veprim tjetër ndaj ish bashortit, persona me lidhje gjaku, që cënojnë shëndetin psikologjik, fizik dhe emocional, dënohet me burg. Ne kemi thënë më përpara që dhunë nuk është vetëm ajo fizike e cila lë shenja. Dhuna më e madhe është ajo psikologjike. Dhe që të arrish deri ke dhuna fizike, normalisht ka ushtruar një dhunë psikologjike, sistematike të vazhdueshme. Pra, janë këto dhunat të cilat nuk deklarohen, por normalisht, në moment që bëhet një raport, ai duhet nisë në radhë parë nga dhuna psikologjike. Dhe më pas të shkojnë në indice të tjera të cilat kanë të bëjnë me dhunën fizike. Gjithashtu, element tjetër ishte dhe kanosja për jetën. Kanosja për jetën ka të bëjë me kërcënimin e personit për t'i marrë jetën, kërcënimin e personit për t'a cënuar dhe për t'a plagosur, e cila gjithashtu prek integritetin e individit dhe gjithashtu dënohet me burg. Pra, janë disa elementë të dhunës, të cilët kanë çuar në pasoja që ne kemi sot. 26 vjeçaria ka gënyer, domethënë, ti ke dosjen e plotë, ke lexuar të gjithë dosjen. Aty nuk është kaq dashamirë se dosja në favor të 26 vjeçares, por kjo nuk do të thotë që ti të kesh mendimin tënd profesional dhe tu atë mos ndikohesh as nga unë, as nga Eksena, as nga gjithçka. Ke mundur ti dëgjosh të gjitha palët, edhe rrëfimin e zotërisë në dy daljet e tij. Pse del në këtë konkluzion? Atëre, unë dalë në të konkluzion sepse ne kemi disa raporte të cilët janë bërë, ku është vendosur një diagnozë për nënën, një diagnozë e cila mund të cënoj faktin që ajo nuk mund të rrisi fëmijën siç duhet, për t'i siguruar një ambient të përshtatshëm psikologjik dhe për mirëqenien. Nuk është ushtruar dhunë ndaj saj. Atëre, kjo nuk e përjashton, pikërisht pra. Ky raport nuk përjashton dhunën dhe nuk përjashton dhunën fizike, të cilën ne kemi të faktuar, dhe dhunën psikologjike dhe kërcënimet të cilat nuk janë deklaruar vetëm nga zonja, janë deklaruar dhe nga persona të tjerë, të cilët janë pjesë e këtij rasti. Pra,
janë deklarimet të cilat janë bërë nga prindrit e vajzës, deklarimet të tjera të cilat e cënojnë drejtpërdrejt zotërinë për dhunën cili ka ushtruar dhe ndaj ish bashortet. Pra, ky është një person i cili është përsëritës, një person i cili merr persona që kanë problematika apo cene, si quajmë ne në Shqipëri, ka një martesë gjë cila nuk ka funksionuar më përpara dhe e merr për bashorte, duke e dhunuar, duke e mbajtur të mbyllur në një ambient në cilën ajo nuk arritur të integrohet, të punojë. Pra, ky zotëri nuk i merr për të pasur një bashorte për një jetë. Pra, është një person i cili merr për të pas viktima. Dhe për mendimin tim, ky është një person i cili ka problematika shumë të mëdha psikologjike vetë rreth parë, sepse për sa kohë që arrin deri në të lloj farmase, duhet kërkonte gjykata të bënte një raport edhe ndaj këtij raport, në mënyrë të padiskutuar do të bëjë një raport të përshëndetjes mendor të zotërisë. Një individ i cili ka një ish bashorte e cila demonstron dhunë, një tjetër e cila sot ne kemi rastin që gjithashtu ka dhunë të faktuar dhe gjithashtu ka deklarata për dhunë ndaj fëmijëve të përsëritur dhe sistematike, do të thotë që është një person i cili ka problematika të mëdha dhe të shëndetit mendor në fund, sepse gjithë kjo dhunë kaq e madhe do të thotë që njeriu ka një problem, nuk mund të jetë funksional dhe normalisht nuk mund të rritet në të dyja rastet drejtësia e kthej në favorin e tij, duke u divorcuar nga këto gra, po duke i marrë fëmijët. Këtë nuk arrit ta kuptoj. Atëre, ne kemi parë që ky zotëri ka pak dhe në çështjet e mëparshme, dhe në ndikimin se cili ka pas dhe në polici, dhe kërcënimi që i bën, që nëse ti denoncon, unë do shkoj në polici, do shkoj në prokurori dhe prap ti do dalesh e humbur, tregon që ka ndoshta një farë pushteti, ndoshta një farë mundësi ekonomike që mund të arrijë deri aty sa të marrë dhe vendime të cilat nesër do të cënojnë shumë dhe jetën e këtyre fëmijëve të cilën ai pretendon që do t'i rrisi, do t'i edukojë shumë më mirë nga nënat të cilat do t'u ta marrë. Pra, mendoj që është fakti që personi ka një pushtet saktuar që arrin që sot e kësaj dite të marrë dhe drejtësinë dhe media në favorin e tij. Mirë, ti thuaj që ky zotëri 42 vjeçari ndoshta pas daljes së 26 vjeçare se ka bërë këtë gjë, që ka edhe mediat në favor të tij, po varet se kë nga mediat mund të zgjedhë zotëria, është e drejta absolutisht e zotërisë, ti marri mediat, por nuk duhen manipuluar faktet edhe provat. Duhet të dalë e vërteta në të gjitha mediat. Ky është fokusi i medias. 26 vjeçaria po ngrehet një alibi përkundrejt saj që pas ka gënjur në gjykat për dhunën fizike dhe për atë psikologjike, apo jo? Atëre, këtu duhet parë dhe unë mendoj që gjykata duhet të kërkojë një riekspertim të gjendjes shëndetësore të zonjës. Pse është, edhe pse ka apeluar, pse është ende në arrest shtëpi e zotëria, me dënimin 2 vite e 6 muaj. Atëre duhet parë se si ka 26 vjeçaria gënjeka dhe që ka eksperte e gënjeshtrës kaq e madhe sa ka manipuluar policin, apo jo, prokurorin, gjykatën, psikologen, psikiatrin. A mund t'i bëj bashkë kjo 26 vjeçari të gjithë këta? Atëre, më duket e pamundur sepse për sa kohë ne kemi psikolog dhe psikiatër, janë ata që cilët ne nxjerrin vlerësimin mbi shëndetin tonë. Dhe nëse ne me njëri tjetrin mund të flasim shumë lirshëm, në moment që bëjmë bisedë me psikolog, psikiatër, ata që në bisedat e para arrin të nxjerrin element të problematikave që ne kemi. Kështu që nuk besoj që mund të arrijë të gënjej një psikiatër apo një psikolog. Më pas, nëse janë blerë apo jo. Për shkak të traumave, unë nuk e përjashtoj edhe shëndetin mendor të 26 vjeçares. Pra ne thamë që mund të jetë një pasojë e dhunës së ushtruar. Secili nga ne në moment saktuar ka një reagim. Pra të gjithë reagojmë. Pastaj shkalla e reagimit varet nga lloji dhunës dhe nga trauma dhe kozjatet e saj, që normalisht ka një problematik, po kjo nuk mund të jetë problematik për t'i hequr kujdestarinë e fëmijës. Kjo nën duhet të rehabilitohet, duhet të ketë mbështetje psikologjike dhe të shërohet nga gjithë kjo dhunë e vazhdueshme dhe të ketë fëmijët për t'i edukuar. Një baba i cili çon nënën deri në këtë farë gjendje, nuk mund të jetë një baba i cili mund të edukojë fëmijë dhe të ofrojë atyre mbështetjen emocionale, të cilët do duhet për rritjen e tyre. Edhe janë binjak, edhe janë vetëm 3 vjeç e gjysëm. Dua të ndaloj pak, të lutem, Eksena, që ta mbaroj edhe me Xhenin. Dëshmia e 12 vjeçares dhe mbështetja nga shtetasit italian për shkak të dhunës që 26 vjeçaria njërka kishte ushtruar ndaj saj, si të duket ligjërisht. Sa e kanë përfshirë shtetasit italian veten e tyre në një krim. Okej. Nëse shoqëria shqiptare ndonjëherë hesht përpara dhunës, ne dim që shoqëritë italiane janë shoqëri të cilat janë të sensibilizuara ndaj dhunës në familje. Dhe
mendoj që në rastet e parë në cilët do kishte fragmente dhune apo dëshmi dhune, normalisht do t'ishte bërë dhe referimi i caktuar në organet. Mos denoncimi? Pa diskutim. Mos denoncimi është mos kallëzim krimi, apo jo? Mos kallëzimi i krimit dhe mos denoncimi të bën bashkëfajtor. Dhe nuk mendoj që personat të cilët janë rritur në kulturën italiane arrin që të kenë problematika të këtij tipi, sepse si thash, janë të sensibilizuar për dhunën dhe normalisht kam shumë njohuri sepse aty bëhen trajnime të ndryshme për pasojat ligjore të çdo lloji veprimi, nëse në Shqipëri kjo nuk funksionon, në Itali bëhen në shkolla dhe për pasojat të cilat sjell çdo veprim i joni, pasojën ligjore, dhe normalisht e kanë marrë dhe për rastin e dhunës në familje. Pra, mendoj që janë të trajnuar për të denoncuar dhunën në familje dhe normalisht pra, njërë ka 26 vjeçare që ka dhunuar 12 vjeçare, pas ka pasur edhe bashkëpunëtor sipas tregimit të këtyre shtetësve italian. Pas ka pas bashkëpunëtor komplet gjithë njerëzit për të marrë drejtsinë, është e pamundur. Mendoj që është e pamundur. Është e pamundur. Atëherë, Ksena, për ta mbyllur. Në analizën tuaj dhe dyshimin e vërtet që duhet ngritur me fjalën gënjeshtër. Pra, duhet ta formulojmë ndryshe, pra këtë që i themi ne gënjeshtër kësaj fjalisë, a është fakti që për shkak të traumës ajo e rëfen ngjarjen me shkëputje, me ngarkesa emocionale dhe her pas here nuk mban mend dhe i tregon ndryshe, pra nuk po gënjen, po për të tregon se nga çfarë vuan. Pra, dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne për të kuptuar që nuk po gënjen, po të tregon që kjo është trauma ime, po të tregon që kjo është pasoja e një traume. Nëse ne e lexojmë pra që ajo gënjen për një arsye X e Y, do të thotë që ende nuk kemi profesionist. Sepse nëse ne marrim dhe analizojmë gjykimet e profesionistëve dhe i themi që kjo nuk është e saktë, ndërkohë që jemi vetë profesionistë në një niveli të caktuar për të hyrë në analizë, do të thotë që ne nuk po i shkojmë të vërtetës deri në fund. Pra nëse media synon të shkojë të vërtetës, çfarë është duke ndodhur? Thjesht po gënjen, apo kemi një traumë e cila ka një emër tjetër nga gënjeshtra. Dhe të gënjej një zonjë 26 vjeç gjithë sistemin, do të thotë që ka një gjë që nuk shkon me sistemin. Mirë, ju falenderoj të dyave për prezencën në këtë studio. Nuk do mbyllet me këtë emision të sotëm dhe me rrëfimin e babait të 26 vjeçares. Nuk e di nëse zotria vazhdon të jetë drejt për së drejti, më duhet edhe bashkëshortja e tij në këtë fund emisioni për të dëgjuar një apel edhe asaj. Atëherë, më dëgjoni? Atëherë, zotri më dëgjon? Atëherë, një fjali të shkurtër nga bashkëshortja jote si nënë e vajzës, çfarë do të thotë ajo? Se jam në fund, të lutem. Jena të spitali ka dole mjorta se dhe në spitali që ka pullim. Okej, shërim sa më të shpejt të bashkëshortes. Unë do mundohem që këtë emision të vazhdoj me rrëfimin e mamaz 12 vjeçarës për të kuptuar që apo përsëritet i njëjti skenar nga zotria 42 vjeçar dhe në atë emision do të mundohem me patjetër për t'i përballur palët që zotria 42 vjeçar të mos tregoj vetëm gënjeshtrën e 26 vjeçares, por çfarë ka ndodhur edhe me nënën e vajzës së tij 12 vjeçe. Bashkë ndajemi këtu, të uroj gjithë mirat zotri dhe të shkuara bashkëshortes tuaj. Faleminderit miq që na ndoqët drejt për së drejti në televizionin News 24 në emisionin Me Zemër të Hapur. Bashkë takojmë në ditët në vim, deri atëherë më takofshim.